një festival I cili normalisht është I prestigjioz sa I përket filmit. Do të flasim sot me regjisorin Luan Kryeziu në cilësinë e bashkëproducentit sa I përket filmit Pik Uji. Zotri Luan, mirëse është kënaqësi të kem këtu. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po e nisim me Pik Uji. Ndoshta do të bjet na kthehemi mrapa në kohë që nga zanafilla apo fillimet e filmit si bashkëproduksion në këtë rast midis Kosovës dhe Shqipërisë, e më pas po flasim edhe për premierat edhe shumë çka tjetër sa I përket filmit. Faleminderit. Pik Uji është koproduksion mes Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut, Italisë dhe Polonisë. Është një bashkëpunim me disa produksioneve dhe vlen me përmend që është financuar, është ndihmuar për krau financiarisht nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe premierën botërore kemi pas në festivalin botëror të Varshavës, I cili konsiderohet festivali kategorisë A dhe mandej është përzgjedhur prej Shqipërisë për Oscar. Filmi është u vazhdu me u shfaq nëpër festivale, por që nesër në 19-in në Cineplex e kemi premierën në Prishtinë. Dhe prej 19 fillon me u shfaq çdo ditë në kinema Cineplex Prizren dhe Prishtinë. Do të doja të kthehesha mbrapa në kohë, ndoshta kur jeni bërë bashkë si produksione në veçanti për të bërë një film të tillë, e përmendet disa prej tyre. Në fakt me të njëjtin produksion të Shqipërisë, Era Film Production, e kemi punuar një film tjetër gjithashtu të përkrahur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe Shqipërisë, që quhet Njëri prej nesh dhe ka pas në Rotterdam premierën botërore dhe ka vazhduar dhe vazhdon ende nëpër festivale, se konsiderohet film I ri dhe do të thotë kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht shumë të mirë në të gjitha elementet dhe kam vërejt që është produksion serioz dhe punët I kryen në mënyrë serioze. Bashkëpunimet kemi pas në të asnjë vërejtje sa më të vogël. Prandaj edhe jemi motivuar që me vazhdu bashkëpunimin. Kemi vazhduar edhe me filmin e dytë, këtë që quhet Pik Uji, tani që kemi nesër premierën dhe me të vërtetë ka shku puna shumë mirë gjatë realizimit dhe është realizuar, nëse mund ta quaj, në afat rekord. Në thot prej kur kemi fillu, bugjetin kemi fitu, gjerimet, montazhi, postproduksioni, gjitha kanë shku jashtëzakonisht shumë mirë, jashtëzakonisht shumë shpejt. Por edhe që koncepti ka qenë I sakt, bashkëpunëtorët kanë qenë shumë mirë, kryesisht kanë qenë gjithë në stafi teknik, kanë qenë ndërkombëtar, për vendeve të ndryshme, saqë edhe asistentat, kemi pas ndërkombëtar njerëz, kemi zgjedhur njerëz me përvojë që garantojnë, por që është për t'u lavdëru. E them me mburje që rolet kryesore kemi pas dhe rolet e dyta aktorë të Kosovës, Gresa Pallaskal në rolin kryesor, Astrid Kabashi, Arben Baraktaraj, në interpretim janë shumë të mirë, edhe të tjerë, Adem Karaga, edhe Gerhardi I Shqipërisë gjithashtu, Ademi është I Maqedonisë, dhe në skenar ka qenë Dorontina Basha, një bashkëpunëtore jashtëzakonisht, skenaristë jashtëzakonisht shumë e mirë dhe që pak a shumë kemi eliminu mundësi që mos më najës puna mirë. Por që është për të mburë thash me interpretimin, sidomos interpretimin e aktorëve që keni vrejnë ndoshta edhe mediat edhe kritik botërore që nivelit lartë, kur kanë shkru për Oscar për filmin ton, kanë lavdëruar shumë interpretimin, veçanërisht Gresën, për një interpretim brillant. Dhe unë tu e ditë kohën, për sa kohë ka përgatit rolin, ka qenë koha shumë e shkurtë. Po. Por ka bë një punë të jashtëzakonshme, sa që Gresa ka pjesë të rolit ku flet edhe italisht, dhe që kemi pas italian në ekip, kanë menduar që din italisht. Do thotë po flasin për një kohë shumë të shkurtë. Ktu dëshmon përvoja dhe profesionalizmi I artistëve të Kosovës që jemi me vërtet në nivel shumë të lartë dhe që kemi dëshmu veten. Do të thotë në pikat kyçe kryesisht, nëse mund ta themi, ka qenë Kosova dhe Shqipëria, por në bashkëpunime të ndryshme, sidomos në punë teknike kanë qenë edhe italian. Filmi është përkrahur edhe prej fondacionit juglindor evropian, si quhet, SE edhe prej Euroimage. Gjithashtu që është veçantisë, Euroimage është një fondacion I filmit evropian që ndan një buxhet të caktuar për disa projekte, jo për shumë projekte dhe kemi fituar edhe atë buxhet. Do të thotë ne kemi pas një buxhet solid, nëse mund ta quaj, për realizimin e filmit të përshtatshëm që ka ndikuar në punën artistike dhe teknike kreative që të jetë mirë, por ne ngjesim andaj kur flasim për promovimin. Do të thotë kur dalim te promovimi I filmit. E që është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë rast, a? Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Sidomos për paraqitjet jashtë vendit. Sidomos kur aplikon në festivale shumë të mëdha, promovimi është jashtëzakonisht shumë I rëndësishëm. Edhe kërkon buxhet sepse është marketing, është gjithçka e analizuar mirë dhe
e promovuar, duhet promovuar si që duhet, por ne aty ngecim. Zakonisht ne edhe kur aplikojmë edhe për budget, nuk e parashohim promovimin, jo se ne si film bërës, ose unë si producent nuk e di, ose raste tjera kur jam si regjisor, por që e di që nuk na financojnë dhe aty është ngecja jo. Por që, po duket që aty kemi ngecë edhe tash për Oscar, por që ne kemi nevojë edhe për atë pjesë. Ne jemi popull i vogël edhe industri, nëse mund ta quaj industri e vogël, kinematografia e vogël, por nëse është një vërtet që kur analizojmë se popull jemi me përqindjen sa krijojmë, numrin e filmave, sa pak krijojmë, ne jemi thuajse çdo vit në për festivalet e kategorisë A. Po përsëris edhe një herë, kur flasim për festivalet e kategorisë A, janë 10 në gjithë botën, nga 33.000 festivale që janë botë, 10 më të përzgjedhura. 33.000 festivale në gjithë botën? Mbi 33.000 janë. Dhe janë 10 të kategorisë A? 10 në kategoria A. Dhe në ato festivale, edhe këtë vit, kemi qenë edhe në Berlin, kemi qenë edhe në Cannes. Ose me film shkurt, ose me gjatë, ose me dokumentar. Çdo vit ne jemi në festivalet e kategorisë A. Kjo tregon shumë. Është jashtëzakonisht sukses i jashtëzakonshëm. Dihet që kinematografia e Kosovës, edhe sporti, kur e veçojmë ekipin e Toni Kukës, kanë suksesin më të mëdha në Kosovë, është e vërtet. Dhe kur e krahasojmë me numrin e vogël që kemi, ne prodhojmë pak, edhe Fakulteti i Arteve, ne nuk prodhojmë shumë artistë. Pa ata, koncentrimin e kemi gjatë gjithë kohës në vlerat artistike, dhe jo në çështje teknike. Ndoshta ajo ka ndikuar që tesim shumë mirë dhe tesim shumë përpara. Dhe ndoshta pasioni, vullneti, edhe ndoshta jemi si popull i veçantë i talentuar, nuk e di, por që është për të mburrur edhe për të lavdëruar, edhe gjatë gjithë bisedës edhe kur shkojmë në për festivale e përmend, sidomos si Sobanur jemi, kur i tregoj Sobanur jemi, ju duket absurd. Ç'është e mundur, vazhdimisht dëgjojmë Kosova, ndërsa flasim për 2 milion banor. Po. Edhe ne nëse i shohim festivalet, krahasojmë me shtetet shumë të mëdha, shumë të fuqishme, po flas me pjesëmarrës, se ka shumë raste kur Kina nuk është në ato festivale. Por 1 miliard banor, me 2 milion banor se në lagje. Në të është për të lavdëruar edhe për të përkrahur kjo lëmi që ne e kultivojmë. Me qenë se nesër është premiera në Kosovë, po besoj shumë nga dashamirës të artit, të filmit, të kinematografisë do të kenë mundësi ta shohin. Si ka qenë në këtë rast premiera botërore, e cila e përmendë pak më herët, ka qenë një festival të klasit A dhe ato? Po, është në Varshava Film Festival, kemi pas premierën botërore, për shkak se edhe Oscar e kërkon që të kemi edhe premier vendor, edhe është disa ditë shfaqje, është kriter, disa ditë shfaqje në kinema, kemi pas edhe premierën në Tiranë, edhe shfaq disa ditë në Tiranë, gjithashtu tash edhe në Prishtinë, dhe filmi ka shumë mirë, ka pas disa shfaqje gjatë festivalit në Varshava Film Festival, dhe e di që edhe mediat dhe kritika kanë pritë dhe kanë shkruar jashtëzakonisht shumë mirë. Gjithashtu e kanë lavdëruar interpretimin e aktorëve, gjithashtu skenarin dhe regjinë e tjera, dhe punë e bërë, por në veçanti janë veçu aktorët. Po e përmendi disa herë se është për të lavdëruar, se në këtë rast janë aktorë të Kosovës. Edhe kur janë edhe të Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, kur janë shqiptarë, sigurisht që mburem njëjtë, por në këtë rast aktorët e Kosovës i kemi përmes produksionit tonë dhe kemi investu edhe ne në të qendra kinematografike dhe ka bë pagesën edhe ka ndihmuar me organizime me produksioni Liria Film dhe kur ka sukses puna jote drejt për drejt sigurisht që është për tu lavdëruar dhe për tu ndje mirë. Do të thotë në secilin element në festival filmi ka kalu mirë. Ka pas çdo ditë, kam qenë edhe personalisht atje, edhe ka pas çdo ditë salla ka qenë mbushur plot me shikues, kërkesë shumë të madhe dhe shfaq disa herë filmi. Filmi tema është trajtuar në atë mënyrë që të prek, si njeri të prek edhe të ban të mendosh, edhe pas filmit, sepse bëhet fjalë për një temë sociale e cila ka të bëjë me korrupsionin, por është nga një këndvështrim tjetër, nga një këndvështrim shumë pozitiv edhe edukativ, në atë kuptimin që është edhe vetë emri Pikuj, të jep me kuptu, është sikur si një fenomen i bumerangut, që nëse ban një veprim caktuar me një kohë, një moment caktuar, ai veprim të kthehet edhe ty. Kjo është edhe ideja Pikuj, kur e ban një Pikuj, nëse të gjithë e përmirësojmë nga një tëmet ose veti ose virtyt tonin e rregullohet shoqëria dhe rregullohet bota. Na thojmë pika mbushet deti, mbushet lumi. Edhe gur bëhet humor. Aty është edhe ideja. Prandaj edhe filmi përveç që kënaqesh tu e pa me një interpretim të mirë, me një film të bukur të realizuar, edhe të bën të mendosh edhe të reflektosh mandej. Si erdhi të rit të përzgjedhja tani dhe cilat janë pritshmëritë tuaja?
përzgjedhja e aktorëve. Në këtë rast e përzgjedhja e filmit për të përfaqësuar Kosovën në Oscar. Në këtë rast Zakonisht shtetet bëjnë një konkurs të brendshëm që aplikojnë filmat tjerë dhe përzgjedhet njëri nga filmat. Dhe Shqipëria ka pas pak para nesh dhe ata zgjedhen edhe sepse në këtë rast ne kemi gjuhën e njëjtë, edhe kemi ekipet thuja se përgjysë të ndara në realizim, se kemi edhe në stafin teknik njerëz për Kosovës që kemi kemi në të skenarin, kemi producentin, kemi aktorët e tjera, ata zgjedhen para ne. Po për ne është e njëjta, si me delegu Kosova si Shqipëria për ne ish e njëjta. Do të thotë zakonisht kemi një kriter që është një konkurs i brendshëm, kur produksionet dhe producentët aplikojnë me filmat dhe është një komision që përzgjedh njëri nga filmat që konsideron që është më i miri, më i përshtatshëm dhe e delegojnë për Oscar. Mandej vazhdon ajo gara e jashtme. Procedura tjera. Pritshmëria juaj? Duke marrë parasysh që ne si Kosovë vetë se e kemi pasi një mendim edhe kemi qenë goxha afër për të trembyer një Oscar. Ajo që kemi qenë afër edhe kjo që dua ta them tani është e vërtetë është që ne kemi ngecë te nominim. Në fazën e fundit po duket që filmi ka ra. Nuk ka esë më tej dhe është pikërisht ajo që përmendëm më herët, po mendoj që është fuqia lobimit. Ne kemi nevojë për fuqi lobuese në këtë drejtim edhe sigurisht edhe marketingu. Por që bota është e madhe dhe nuk kemi mundësi me fitu ne... Po, patjetër nuk diskutohet, po. Por që gjithmonë shpresojmë që me një film më të fuqishëm, edhe më të fuqishëm se ky, besojmë që gjasat janë shumë të mëdha sepse mendoj që edhe në botë e shohin Kosovën pak si me një pozitivitet të veçantë. Sa unë e kam vrejta në për festivale. Ndështëra kanë diku edhe sporti, këto sportistët që zunë vendet të parë në Olimpiadë, në botë, edhe artistët tonë që kanë prejardhët të Kosovës, si Dua Lipa, Rita Ora, tjera me e promovu, por që gjithmonë e vrej që artistët e Kosovës shihen nga një këndvështrim shumë pozitiv, shumë mirë, shumë ndryshe, për shumë vendeve të tjera. Dhe vetë kur marrë pjesë në për festivale, e vrej atë ndjeshmëri pozitive të ekipet e filmave të tjerë. Kështu që besoj që nga ky këndvështrim, nëse shihen nga një këndvështrim pozitiv, atëherë njerëzit fillojnë me t'i pa të bukurën, të mirat, dhe jo pjesë negative për me të rëzu, por për me të promovu. Dhe ne kemi këtë përparësi, dhe mendoj që duhet ta shfrytëzojmë rastin. Ajo që neve na duhet në Kosovë, po mendoj, është me u fokusu në rjetën e kinemave. Kjo është dobësia jonë në Kosovë në kinematografi, se ne kemi vetëm 2 qytete kinema profesionale, në Prishtinë dhe në Prizren. Dhe ne investojmë, mundohemi dhe deri të mundi sakrifis për me kriju një film, edhe shikusi jonë, tatim pagusi jonë nuk ka mundësi me e pa filmin, sepse s'kemi kinema. Ne kemi 30 qytete dhe nuk kemi kinema. Po sikur ti kishim 30 kinema në 30 qytete, ne atër do të pavarësoheshim shumë për qendrës kinematografike, për atë ndihmë që na jep, sepse ajo është ndihmë, dhe atër do të krijonim buxhetin tonë dhe kemi mundësi buxhetore edhe për lobim edhe për promovim e për marketing të filmave. Gjithashtu shikusi, tatim pagusi, ka mundësi me apo film që ka investu. Sepse kjo është shumë e vështirë dhe nuk është edhe e drejtë që ka pëndohë. Por shpresojmë që vitet tjera në politikat e qeverisjes të fokusohet në ndërtimi e rregullimi, sepse kinemat kanë qenë, po duhet renovim. I saktë dhe atëherë zhvillohet edhe konkurenca. Zhvillimi konkurencës dhe ngrit kualitetin. Dhe atëherë mund të quajmë si industri. Shpeshherë po përmendi disa herë që qeveritarët po harrojnë fuqinë e industrisë së filmit. Nëse 10 filma arrijnë me i distribu mirë në rrjetet e kinemave botërore, ne e kalojmë buxhetin e shtetit. Në dhe bëhet fjalë për shumë qindra miliona të ardhura, nëse e promovojmë mirë. Jo rastisht konsideron SBA-ja, s'po flasim për SBA-n, po flasim edhe për Japoninë, edhe Korenë, edhe shumë vende të tjera, si ndër industritë më të fuqishme, e barazojnë me naftën, nëse sjell të ardhur jashtëzakonisht shumë të mëdha. Po mendoj derisa ta kuptojnë, edhe kur e kuptojnë, atëherë mendoj që kanë me investu shumë më shumë në kinematografi. Dhe ne sepse e vërteta është që ne kemi jashtëzakonisht shumë artistë talentuar, që kemi mundësinë, por na duhet pak më shumë rrjeti kinemave, na duhet infrastrukturë që me mujt me u zhvillu si industri. Me qenë se nesër përmendëm disa herë që është premiera, është e hapur edhe për të tjera, apo është vetëm me ftesa? Dhe tani do të shfaqet filmi edhe në ditët në vazhdim për atë gjithë ata që dëshirojnë ta shohin? Premiera është me ftesa, do thotë po prej
të nesërmës, prej të pas nesërmës, veç nga e premta në këtë nga e premtja fillon me u shfaqë çdo ditë në kinema në Prishtinë dhe në Prizren, në Cineplex. Veç që me mjoftuan edhe më herët prej menaxherja e Cineplexit që veç biletët kanë filluar me ushqit prej mëngjesit. Dhe ky ke lajm I mirë se u gëzova se prej mëngjesit kanë filluar me ble bileta, njerëz kanë marrë ka shfaq interes. Ka shfaq interesim në shikuesin ton. Dhe po shpresoj që shikues kanë më ndat kënaqur. Do të thotë premiera është zyrtare, është me ftesa nesër prej orës 19, ndërsa çdo ditë mandej e kanë në kinema. Por nuk e di sa ditë do të zgjatë, por mendoj që zgjat sa ka shikues. Aq sa ka shikues, mendoj ky është sistemi. Po. Krejt për fund, cilat janë planet tani për të ardhmen? Ka ndonjë film I cili është, po themi, në punim e sipër? Tani kemi të hapur konkursin e qendrën kinematografike, cila ja vlen me falendëru sepse ka rrit buxhetin për filmbërjen dhe besoj që kam një temë ndoshta është skenari më I mirë që e kam pas në dorë ndonjëherë që do të aplikojmë me 25 mbyllet, po sigurisht shpresojmë dhe urojmë që të fitojmë dhe të ecim mbar. Kemi një temë që është një temë jashtëzakonisht shumë e mirë dhe e nevojshme dhe mendoj që shumë temë origjinale dhe mendoj që bota ka me e prit mirë, sepse është temë e veçantë. Temat e veçanta ngjallin kurreshtje. Dhe mendoj që është temë lokale, por që çdo kush në botë e gjen veten brenda shpirtit të atij personazhi. Me 25 e kemi mbyllet konkursi, po shpresojmë që fitojmë. Unë juroj shumë suksese, krejt për fund do doja një këshill për shikuesit, për ata që konsumojnë materialin të cilën e bëjnë kineastët. Ka një kohë gjatë që e flasës më kujtu ajo konsumo produkte vendore. Në të konsumimi I produktit vendor, qoftë ati shpirtëror, që është kinematografia, neve gjatë gjithë kohës në ndihmon që të prodhojmë aq më shumë edhe të prodhojmë vlera sa më të larta. Porosia ime kish me qenë për shikuesit që sa më shumë me ardhë në kinema, me e pa filmat tonë, qoftë me e gjetë në rrjetet sociale mënyra që me I pa filmat tonë dhe me e vërtetu që nuk janë kinematografia artistike, po flasë kur ne flasim për film artistik, nuk jemi në nivelin, nuk po flasim për rajon, se në rajon jemi shumë mirë, po besoj shumë që vërteton që jemi në nivel botëror jemi jashtëzakonisht shumë mirë. Kështu që konsumimi I produktit vendor, shpirtëror, që është kinematografia dhe teatri, përveç që e ndihmon zhvillimin edhe e ushqen shpirtin e vet. Ishte shumë kënaqësi Luan që të pata në studio. Faleminderit për gjitha këto që ndajtët me ne. Unë t'ju uroj suksese edhe në projektet e radhës, se po shpresoj që do të shihemi hera tjera. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi. Nëse mi dashur tani është koha që ta ndjekim materialin e fundit për sot në Fokusi.